Është raporti juaj me religionin, a jeni besimtar? Është çështje shumë personale dhe Vërtet, s'keni mujt kurrë me ditë këtë punë. Zakonisht pyetje tilla ju bëhen shkrimtarëve. Edhe unë kam drejt përgjigjem ashtu siç të përgjigjet. Edhe pse në Shqipëri relacioni me religionin mund të jem edhe ateist, edhe nuk është asgjë shëmtuar sot për me qenë ateist. Absolutisht. Këtë do të më dalë se në Shqipëri janë më të relaksuar intelektualët që në numër të madh, që e pranojnë haptazi, që janë ateist. Në Kosovë dhe matutje konsiderohet një lloj herezie. Jo. Bota sot në botë ka edhe Shqipëni, sepse Shqipënia ka një histori rreth punës ateizmit, ka një histori të mos hyjmë andaj se si e tek, por në botë sot është një kategori e njerëzve janë ateist. Pa asnjë imponim, por kanë nga bindja. Janë ateist. Jo pse sepse janë komunist, as pse kanë pas Enver Hoxhën mbi kry. As se ju kanë heq dikush ju ka heq drejtën e ushtrimit fesë. Por nga binjet janë ateist.